Zeqene Çaushit në këtë shesh i është përmendur emrinja 3 herë nga Baba Bufi, kështu që besoj që ke të drejtën tënde të vish këtu lart dhe t'japësh mesazhin e dur ashtu siç e ke bërë gjatë gjithë kësaj fushate. Mirë mbrëma Fieri mrekullueshëm! Tamam kryeqyteti i socialistëve. Disa javë më parë kam thënë kryeministrit në podcast, Fieri do të vi me 11 deputet. Më pa çuditshëm dhe ka menduar më vete, po kjo gotë ç'a më thot. Po sot jam e sigurt që kryeministrit ju mbush mendja që Fieri do të shkoj jo me 11 deputet, por me 12 të tillë. Tani ai shoku jon s'dihet ç'a do duke bërë ai lumadhi që në këtë shesh ishte një pikë uji. Ti bëjmë një përshëndetje apo jo? Më kanë gjirur këto ditë, e kam thirrur, e kam kërkuar na për Fier, po s'ka se kanë gjetë gjikundi se s'ka Fierak t'i japi derën Gazos dhe kënetës së tyre. Kështu që po i drejtohem nga ky shesh. Gazo, ku je mo Gazo, ku je? Ka dal depi Gazo, shije, boça dalgësh. Ti s'dias not mo Gazo, më raft të pika që do më mbytëshe këtu mo Gazo. Shikoj Fierakët Gazo, shikoj dalgët e mdhaj që kanë ardhur në këtë shesh të mrekullueshëm. Shqyr që ke atë komerdaren e Baba Bufit, ajo do të shtoj Gazo, se je në listë të mbyllur mo lumad, se po t'ishe kështu si unë, do t'a shije Gazo që do të bëni Fierakët, do të zhdukni nga faqja e kuvendit mor lumad. Motra dhe vlezër, ju falenderoj për zemësisht nga zemra që mbështetet një vajzë të zakonshme si unë për ta vazhduar këtë rrugëtim që për mua ka nisur sot dhe do të vazhdoj shumë gjatë. Kam bindjen dhe ju Fierakët që do më besoni në 11 maj të përballen me Gazon atje në foltoren e kuvendit. Ju falenderoj për zemërsisht dhe ju premtoj që do t'jem gjithmonë e juaja me ju dhe për ju. Faleminderit! Shumë faleminderit. Zeqene, shumë faleminderit. Vetë vajti, nuk e di unë tani, nuk e di një se goca më ka vajtur në poleci. Unë si di fare këto muhabete. Ajo nuk është një herë dy herë se hikin, ato hikin për gjithmonë pa urdin tim. Më gënjente, gjoja në shkollë, këte i shkonte në Kennedy. Nga Kennedy shkonte në Katredalja, rrinte ton ditën atje. Me shokë dhe me shoqe lunte bigjoz. Unë e kam kapur 100 herë, po lunte bigjoz. Shikoni bukurosha se shumë ju kam lanë, por bën kujdes se